Karrocë në ajër, kjo shfaqje do të luhet në fshatin e bukur Kukaj e ne do të mundohemi të lidhemi drejt për drejt me regjisoren Iliriana Arifi. Regjisore, përshëndetje. Përshëndetje për ju, përshëndetje për gjithë teleshikuesit e radio televizion. Po dëgjojmë, ja po më dëgjoni ju mu. Po më dëgjon, sigurisht? Patjetër. Faleminderit Iliriana. Si po ndjeni sonte, jeni emocionuar për shfaqjen? Çdo herë ka emocione, është përgjegjësia e madhe ndaj publikut, ndaj audiencës asaj çka i bën me u ndje mirë. Kjo është një farë përgjegjësie që çdo regjisor, jo vetëm unë, sikur aktorës, sikur i gjithë stafi e kemi, edhe na bën pak të stresuar, po shpresoj që kemi me sjell diçka që ka me kënaqë shijen e tyre. Po, e keni zgjedhë fshatin e bukur, fshatin Kukaj, emri është interesant, Karrocë në ajër. Pse Karrocë në ajër dhe çfarë do të thotë kjo shfaqje? Për çfarë flet? Dëshirat e fshehura, pengjet, mospranimet, ndjenja e fajit, për gjithçka që ndodh në jetë ndaj familjarëve, ndaj më të dashurve, nganjëherë mbesin si një karrocë në ajër që lëvizë dhe nuk ka vend ku me u stasionu. Na sonë dona me pru një rrëfem shumë interesant, një raport mes babës edhe djalit, ku në fund publiku do ta ndjej pse edhe na e kemi titullu si karrocë në ajër edhe krejt këtë performancë. Sa aktor do të luajnë në këtë shfaqje? Dhe që sa kohë keni punuar? Kemi 6 aktor. Kemi punu vetëm në realizimin e skenografisë, kemi punu dikon 4 muaj e gjysmë. Pastaj punë aktive me aktor kemi pas 35 ditë. Menoj që kemi kry për një punë, për një kohë të shkurt, për shkak se veç skenografia ka qenë gati dhe kemi pas shumë alet për me procedu tutje. Besoj që sonte kanë me u kënaqë audienca, mendoj se ja kemi dalë. Po, pse keni zgjedhë pikërisht fshatin Kukaj? Lidhet me ngjarjen apo vetëm keni menduar për ambientin? Jo, absolutisht. Në fshatin Kukaj vitin e kaluar kemi pas edicionin e parë, kemi pas vetëm një prolog, ndërsa këtë vit filloj me një kapitull 3. Natyrisht kemi kriju edhe 3 skena për aktor të ri, për ata që dojnë ardhë, regjisor të ri, ku munden me ardhë edhe me sjell shfaqje, me sjell ide, instalacione, piktura, çka do që ata kanë dëshirë edhe ëndër. Të njëjtën kohë kemi kriju edhe 3 rezidenca artistike që ju mundsohet artistave të cilët dojnë me qëndru më gjatë për me kriju edhe me shpreh artin e vet gradualisht, duke u bë njësh me natyrën, me vendin, me ajrin, me gjitha që i posedon ky fshat shumë i bukur. Si mendon se do ta presin publiku sot shfaqjen tuaj? Shija është relative, na kemi mundu me bë më të mirën. Unë besoj se do ta presin mirë, por e fundit është ajo që do ta ndjejnë ata pas përfundimit. Iliriana, faleminderit shumë, shpresoj se do të shkojë gjithçka mirë dhe nëse kam kohë do të vi ta shoh. E sa do të gjatë shfaqja, sot është premiera, por realisht kemi me fillu në 7:20, se kemi një rrugtim për ta bërë deri në fillimin e shfaqjes, sepse shfaqja vetëm fillon me rrugtim. I kemi instalacionet në 2 skenat që do të hapen sonte, pastaj për të kaluar në skenën qendrore. Kështu që diku rreth orës 7:20 fillojmë, shfaqja mund të fillojë diku 8:15 minuta. Dhe sa do të jetë, domethënë sa do të zgjasë shfaqja, jo mendoj sot, po pas premierës? Reprizën e parë kemi nesër, ndërsa reprizën e dytë e kemi me datën 31 të gushtit. Mirë po, ky është program, ky program do të jetë një vjeçar, ne do të kemi repriza, do të filloj me shfaqje të reja, do të filloj me projekte të reja të ndryshme, domethënë ky program është një vjeçar. Vazhdimsi. Në vazhdimsi, patjetër vazhdimsi, në vazhdimsi. Faleminderit shumë për këtë lidhje. Faleminderit juve shumë, faleminderit shumë. Ju mirëpresim, faleminderit shumë. Faleminderit, shumë suksese edhe në të ardhmen. Shumë faleminderit.